Të gjitha falënderimet i takojnë Allahut Azza wa Jell, Zotit të botrave. Atë falenderojmë. Prej Tij ndihmë dhe falje kërkojmë. Kërkojmë mbrojtje tek Allahu nga e keqja e vetvetes tonë dhe nga veprat tona të këqija. Atë të cilin Allahu e udhëzon, askush nuk mund ta humbë. Dhe atë që ai e lën në humbje, askush nuk mund ta udhëzojë. Dëshmoj dhe vërtetoj me të drejtë se nuk ka të adhuruar përveç Allahut, një i pashok. Dhe dëshmoj dhe vërtetoj se Muhamedi alayhi salatu wassalam është rob dhe i dërguari i Tij. Paqja, mëshira dhe bekimet e Allahut xhelle xhelalu qofshin mbi të, mbi familjen e tij, mbi shokët e tij dhe mbi të gjithë ata që e ndjekin rrugën e tij deri në ditën e gjykimit. Të nderuar besimtar, një nga virtytet më të bukura që Islami e ka ngritur në shkallën më të lartë është modestia, ose el haya'u, ose të turpëruarit për të mirë. Ajo është stolia e besimtarit, është mburoja e moralit dhe një nga shenjat më të qarta të imanit të gjallë. Në kohën tonë flitet shumë për lirinë, të drejtat dhe vetë shprehjen, por pak flitet për turpin e lavdërueshëm, turpin e këshillueshëm, për dinjitetin dhe për ruajtjen e moralit. Shpesh paraqitet sikur modestia është dobësi ose prapambetje, ndërsa ne Islami na mëson se ajo është forcë, është fisnikëri dhe nder. Prandaj sot do të ndalemi te kuptimi i modestisë, rëndësia e saj në Kur'an dhe Sunet, shembujt e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam dhe të sahabëve nderuar, Zoti qoftë i kënaqur mbi ta gjithë, dhe rreziqet e humbjes së modestisë dhe mënyra se si mund ta kultivojmë atë në jetën tonë. Po çfarë është modestia? Fjala në arabi është el haya, nënkupton turpin e lavdërueshëm, ndrojtje nga mëkati dhe ndjenjën që e pengon njeriu që ta bëjë atë që nuk i pëlqen Allahut xhelle xhelalu. Modestia nuk është frikë nga njerëzit, nuk është mungesë guximi, nuk është pa aftësi për të folur të vërtetën, por modestia është vetdije se Allahu xhelle xhelalu gjithmonë të sheh dhe të mbikëqyr. Por kjo vetdije mbush zemrën, ruan gjuhën, e ruan njeriu gjuhën, e ruan shikimin e tij, e ruan dëgjimin, sjelljen dhe zemrën e tij. Duhet ta dimë se modestia është deg prej degëve të imanit, të besimit. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thënë, imani ka 70 deg dhe modestia është një prej këtyre degëve. Ky hadith tregon se modestia nuk është diçka shtesë në fe, por pjesë e vet besimit. Po ashtu pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thënë, modestia nuk sjell vetë mirësi. Çdo njeri që ruan modestin fiton respekt, fiton bereqet, fiton qetësi. Allahu xhelle xhelalu e urdhëron modestin ose turpin në surën Nur ku thot: "Thuaj besimtarve", i drejtohet Muhamedit alayhi salatu wassalam. Thuaj besimtarve të ulin shikimet e tyre dhe të ruajnë lirësinë e tyre. Po në këtë mënyrë Allahu xhelle xhelalu i drejtohet dhe femrave muslimane me të njëjtin urdhër. Vërejmë se Allahu xhelle xhelalu fillon me uljen e shikimit, sepse shumë mëkate fillojnë nga një shikim i pa kontrolluar. Pejgamberi sallallahu alajhi wasallam ka thënë se shikimi i ndaluar është një nga shigjetat e shejtanit. Duhet dimë se modestia nuk kufizohet vetëm në veshje. Kur përmendet modestia, shumë njerëz mendojnë vetëm për rrobat, për veshje. Por Islami flet për modesti në zemër, në modesti në të folur, modesti në ecje, modesti në marrëdhëniet me njerëzit, modesti edhe te rrjetet sociale, modesti në kërkimin e famës. Një njeri mund të vishet bukur, por se fatkeqësisht ai është arrogant, mund të jetë arrogant,
Një tjetër mund të ketë një veshje të thjeshtë, por se e ka mendjen plot, mendje madhësi. Prandaj Islami fillon me pastrimin e zemrës. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ishte shembulli i modestisë për mbar njerëzimin. Aisha, nëna e besimtarve radiallahu anha, Allahu qoftë i kënaqur me të, na tregonte se pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ishte më modest se një vajzë e re në dhomën e saj. Imagjinoni një vajzë e re në dhomën e saj, turpërohet për mirë. Kështu ishte pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Megjithëse ai ishte udhëheqësi i njerëzimit, më i miri i krijesave, ai i arnonte rrobat e tij. Ndihmonte familjen, ulej me të varfrit, pranonte ftesat e njerëzve të thjeshtë, nuk e ngrinte veten asesi mbi askënd. Ai na mësoi se madhështia nuk qëndron në pasuri apo pushtet, por në përlusi ndaj Allahu xhele xhelalu. Po ashtu dhe shokët e tij të nderuar, Zoti qoftë i kënaqur me ta. Ebu Bekri Siddiku radiallahu anhu, pasi u bë halife, prirësi besimtarve, vazhdoi të ndihmonte njerëzit siç bënte edhe më parë, përpara se të kishte pushtet. Uthmani radiallahu anhu, Zoti qoftë i kënaqur me ta, ishte aq modest, turpëroi aq shumë sa edhe engjëjt me lajket e Allahut turpëroheshin prej tij. Po ashtu Umeri radiallahu anhu, Omar ibn Khattabi, Zoti qoftë i kënaqur me ta, megjithëse ishte sundues i një perëndorie të madhe, jetonte në thjeshtësi dhe mbante përgjegjësi të madhe për popullin e tij. Duhet të jemi të vetëdijshëm, nderuar vëllezër dhe motra, se shenjat që e bën modestin të largohet nga ne, apo shenjat e modestisë humbjes, shfaqen dhe shihen ke njerëzit, ato janë gënjeshtra, arroganca, fjalët fyese, ekspozimi i tepërt, krekosja e gjoksit, e ngre gjoksin lart kur ecën si kush e di kush je ti, apo krenaria, apo mungesa e respektit ndaj tjerëve, apo mungesa e respektit ndaj prindërve, shturja morale. Sepse pejgamberi sallallahu alajhi wasallam ka thënë, kur nuk je turp, atëherë bëj çfarë të duash. Ky hadith nuk nënkupton që ti bëj mëkate, por është paralajmërim se humbja e turpit e çon njeriu drejt një të keqeje. Pra nëse ti nuk turpërohesh, atëherë ti prej teje pritet gjithçka, Zot na ruaj. Nëse ti nuk ke frikë Zotit, nuk turpërohesh, nga sjellja jote, nga arroganca jote, nga mendjemallësia jote, atëherë prej teje pritet gjithçka, Zot na ruaj. Prandaj do të kemi shumë kujdes. Njeriu do të jetë shumë i matur, i kujdesshëm. Jo më kot, Allahu xhelle xhelalu e përmendi pastrimin e zemrës, se po u pastruar zemra, atëherë gjithë mekanizmat e trupit njeriu ecin në rrugën e duhur. Pastrohet zemra nga zilia, nga hasedi, nga ignoranca, nga mendjemallësia, nga inati. Se po që zemra e pastër, zemra është e pastër, atëherë edhe ai njeri do të sillet me modesti, me drejtësi, me urtësi, me dashuri, me vllazëri, me respekt tek të tjerët. Dhe vallahi billahi atë njeri do ta duan njerëzit. Do bëj Allahu xhele xhelalu që atë njeri do ta duan dhe ta respektojnë njerëzit. Ndërsa e kundërta, ai njeri që ka zemrën e pisët, e ka zemrën e papastërt, ka inat, ka xhelozi, ka smir, fut mundut atje ku si takon. Vallahi atë njeri do ta bëj Allahu që ta urrejë njerëzit. Dhe kjo është më së e vërtetë e hasim sot në ditët tona. Prandaj keni frikë Zotin, të nderuar besimtar. Po ashtu modestia do të jetë edhe në familje. Po ashtu do të jemi modest dhe në familjet tona, sepse familja është vendi ku edukohen brezat. Prindrit do të jenë shembull në gjuhën që përdorin, mënyrën e veshjes,
respektin ndaj bashorteve, edukimin e fëmijëve. Sepse fëmijët mësojnë më shumë nga sjellja e prindërve se sa nga fjalët që ata mund të bëjnë moral ditën e natë. Po si do vishet prindi, fëmija do ta kopjoj, do ta ndjek. Si do sillet prindi, fëmija do ta kopjoj, do ta ndjek. Prandaj keni kujdes, robër të Allahut. Po ashtu modestia në rrjetet sociale, se sot në kohën që po jetojmë janë hapur shumë rrjetet sociale. Sot shumë njerëz publikojnë çdo moment të jetesës tyre. Sa që Zot na ruaj edhe në tualet, po edhin foto, po na tregojnë. Besimtari duhet të ketë kujdes. Dhe do ta pyes veten, a është i kënaqur Allahu me këtë që po bëj apo me këtë që po publikoj? A kanë dobi muslimanët për kësaj? A shton kjo moralin apo e dëmton ata? Apo jam duke kërkuar kënaqësinë e Allahut apo lavdërimin e njerëzve? Prandaj modestia do të na shoqërojë edhe në botën digjitale, të nderuar vëllezër dhe motra. Po si ta forcojmë modestinë? Ka disa rrugë, disa mënyra. Të mundohemi të lexojmë Kur'an, fjalën e Allahut çdo ditë. Të shtojmë namazet vullnetare. Të kujtojmë gjithmonë se Allahu na sheh. Të shoqërohemi me njerëz të mirë. Të ulim shikimin nga harami. Ta kontrollojmë gjuhën, se kjo ka mundësi që ta shkatrojë njeriu. Ka mundësi ta shkatrojë njeriu. Tjetër është të kërkojmë falje për gabimet tona. Gjithmonë Allahut të kërkojmë tobe istighfar, të sinqert. Të bëjmë dua, ta lutim Allahun që ta zbukuroj këtë moralin ton. Pra disa nga shkaqet që e forcojnë modestinë. Ndërsa dobit apo frutet e modestisë, cilat janë? E para, modestia sjell dashurinë e Allahut. Xhele Xhelalu forcon imanin, besimin, largon mëkatet, sjell respekt tek njerëzit, ajo që përmendëm pak më parë. Ruan familjen, mbron shoqërinë, sjell qetësi në zemër, është shkak për çfarë? Për shpërblimin ditën e gjykimit. Prandaj të jemi të kujdesshëm robërt të Allahut. Aqulu ma tasma'un wa astaghfirullaha li wa lakum min kulli dhanbin wa su'in fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Elhamdulillahi ala ihsani wa shukru lehu ala tawfiqi wa imtinani. Falënderimi i takon Allahu xhelle xhelalu që na udhëzoi në këtë fe madhështore. Dhe paqja dhe bekimet e Allahu xhelle xhelalu qofshin mbi pejgamberin sallallahu alajhi wasallam, i cili është pejgamberi i fundit. Të nderuar besimtar, duhet dim se pasuria mund të humbas. Bukuria mund të zbehet, pozita mund të rrimeret, por morali i mirë dhe modestia mbeten stolia më e bukur e besimtarit. Prandaj të përpiqemi që çdo ditë të jemi më modest në fjalë, në shikim, në veshje, në sjellje dhe në marrëdhëniet tona. Kemi kujdes nga ajo çka përcjellim tek të tjerët, sidomos të jo muslimanët, sepse mund të bëhemi shkak që ata ta urrejnë fen dhe ne pra për shkakun ton. Dhe kjo është shumë e rëndë tek Zoti xhele xhelalu. Prandaj s'dua ta zgjas shumë hutbën e sotme. Por e lut Allahun që t'i pastroj zemrat tona, të na zbukuroj me iman dhe modesti, të na mbrojë nga mendjemallësia, dhe të na mbrojë Allahu xhele xhelalu nga çdo sjellje jona që nuk e kënaq atë. E lutim Allahun na bëj besimtar të devotshëm. Na bëj për atyre të cilët Zoti është i kënaqur. E lutim Allahun na bëj për banorëve të xhenetit më të lartë, xhenetit Firdeus. E lutim Allahun
të ndihmoj muslimanët kudo që ndodhen ata, sidomos nevojtarët, skamnor për tyre. E lutim Allahun të mëshiroj të gjallët tanë, të vdekurit tanë. Wa sallallahu ala sayidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi at-tahar wa at-tabi'in al-akhyar ya wahid ya qahhar faghfir lana ajma'in.